Kjo pjesa luan shumë fije ne, më beso. Duke filluar që nga financim. Unë kam njohuri për ish drejtorin e teatrit kombëtar, zotin Basha, njohuri për rastin e tij, aq sa kam parë në për lajme, nuk di ndonjë gjë. Aq sa kanë thënë, sa di gjithë populli. Po, domethënë, jo, nuk është se di ndonjë gjë nga komuniteti që se ç'a ndodh. Ajo tregon shumë. Dhe ishte vetëm një gjë që doli. Një detaj. Një nga gjërat. Dhe u godit për fat mirë të komunitetit dhe për fatkeqësinë e zotërisë nga ana personale, po. Dhe po të shikosh teatri kombëtar ka një rënje të tmerrshme në shitjen e shfaqjeve. Në fund të fundit duhet të perceptohesh, shqiptarët kanë një lloj, mendoj unë, melankolizmi, një lloj romanticiteti përkundrejt artit. Ajo që është artistike duhet të jetë sublime, patjetër. Por është biznes. Si çdo gjë. Në fund të fundit është një gjë që duhet shitur. Nuk po them ta trivializoj dhe ta vulgarizoj dhe të them që është njësoj si produkt që shitet në dyqan, si një bidon ujë, kupton, si një shishe ujë. Po në fund fare është biznes dhe në thelb atë gjën ka shitjen. E blen 3 e shet 5. Konsoj 5 aktor që ju jap nga 4 lek për të bërë këtë shfaqjen dhe pretendoj ta shes 30 lek që të fitoj si t'i bie fitimi një pjesë e madhe e fitimit. Dhe kjo tregon që zotëria përveç shabozimeve ul edhe rendimentin, ul edhe cilësinë artistike, lidhen gjërat, ti e di shumë mirë ne, gjërat lidhen zinxhir. Probleme politikash pastaj nga ana e shtetit që për një status para ca ditësh se po dëgjoja dikë që thoshte po fitua do rrisim buxhetin për artin. Shumë mirë, faleminderit. Madje as faleminderit jo sa e ke për detyrë, do të thotë një detyrë është kjo. Se është një gjë që duhet të ishte bërë kjo. E para njëherë rrite shumë mirë që rrit buxhetin. Po buxheti nuk rritet një herë. Buxheti duhet të jetë në rritje të vazhdueshme. Tamam, që ketë edhe cilësi më shumë puna në vazhdim. E dyta, ti rrit buxhetin, po duhet të ketë një check and balance, duhet të ketë një nuk e di si quhet në gjuhën e përditshme, një spreadsheet, duhet të ketë një gjë ku shkojnë këto buxhete, se tek interpretët, pra aktorët, regjisorët, skenografët, muzikantët nuk shkojnë. Po. Atëherë ku shkojnë? Humbas në magji. Kështu që e mira është që në fillim bëhen ca ligje, bëhen ca konjunktura. Ti e ndini të faktit që për çdo pagesë shteti na mban në burim 15%. Po, taksa. Dhe ajo që nuk e kuptoj, dhe ti e di unë nuk jam ignorant, realisht nuk e kuptoj është pse duhet ma mbaj mua? Kur unë jam i paguar i fundor. Ti po punësohesh. Mbaja projektit. Pra në qoftë se do të japësh 1000 lek projektit, mbaja 15% që në fillim. Po. Dhe mbaja projektit. Dhe atë 850 lekë pastaj ta shpërndajmë. Po jo unë t'jem me idenë që kam 1000 lekë edhe filloj shpërndaj. Dhe kështu ka humbje dhe rrjedhje gjithë kohës. Madomethënë ta kanë thënë edhe kolegët e mi që kanë qenë këtu, kolegë flasë jo vetëm aktor, po edhe regjisor, këngëtar, pra njerëz që merren me artin, ta kanë thënë që problemet në Shqipëri në raport me artin e nea, ti prek edhe vetë për ditë. Fillojnë që nga ajo që na vret gjithë, që është ekonomia deri te probleme pastaj artistike. Ato janë në fund, sa do zgjidhen, po shoqja bazë është financimi. Edhe nuk zgjidhen, po probleme madhe dhe komunikimi është problem të mërsi shumë.